Që zguzojnë aty, kur bëj shkelje ose kur e lon dënjer makinën keq edhe dënojnë, po shumë rrallë, sepse edhe nuk bëjnë shkelje edhe... Dënojnë për të najtë dënojnë edhe të ata, se po si dhe keq. Ja, mund me ndodhë dhe keq kuptim, po jo i qëllimshëm. Faleminderit shumë që jeni, se thash veprimtari çështjes kombëtare ndër më të hershmit ka Ona Prizrenit. Unë falenderoj shumë, po para se me kalu tek biografia jote që e ki shumë posër biografin, edhe me aktivitetet, domethënë çështjes kombëtare, edhe me aktivitetet politike, po dal pak te nisma, që ka po puna burra, po bëni koalicion me këta ju. Drejt më na kallzu ju, kësi love... Jo, unë zakonisht për që ato nuk jem politikon i mirë se foli drejt, ati. Edhe s'tu as bi Fatmirit, as bi Albinit. Sipas këtij mentaliteti që është kriju në Kosovë, në fakt nisma ka qëndrimin publik, domethënë edhe tash kanë metë edhe disa ditë deri në seancën e parë konstitutive, dhe po shpresoj se para seancës partitë opozitare do ta kenë një mirë kuptim mes veti, që para se me shku në seancë me pas qartë se pas dështimit duhet me pas Albini çka do të bëjnë këto. Përndryshe nuk është mirë me shku deri në seancë pa u marrë vesh partitë opozitare, edhe pse peshohen në bazë deklarimeve, qëndrimeve, kërkesave, do t'jetë pak vështirë, po si do që t'jetë politika është kompromis. Allah e ka zëmë drejta ke full me Fatminin këtë ditë. Po jo ka... Po thujnë që ja keni lyp 4 ministrije dhe krye parlamentarë. Ja, këta janë ma bete, mualife që shtë në Gjakovatë. E qaja që dojnë për Berat Buxhallit që tha dhe më thonë nuk e qojnë avenin zgjidhje? Këtu është një problem tjetër, këtu du të me menu këtë partitë opozitare, a dojnë me shku në zgjedhje ajo. Nërse dojnë me shku në zgjedhje... Po shiqo, unë po menoj se ne do të qëndrojmë besnik ati qëndrimi që kemi pas edhe në fushat edhe para fushatës, se jemi të interesu që me nalën këtë qeverisje në vend, po këti qëndrimi du të mi kontribue edhe 3 subjekte tjera, përveç deklaratave që i kanë du të edhe në tavolin me kontribuë që faktikisht mja shkurtu qeverisjen e keqe Albini Kosovë. Qka nëse hen, Bacazov, qka nëse hen Fatmi Limaj, hipotetikisht, që pe monë me shambull që hen bur, qka bënd te? Po unë njerë nuk besoj se hinë. Po qka nëse? Pa tash hipotetikisht unë s'muj më përgjigjën, po... Pa, a do t'jesh pjesë e nismës nëse hen ajo? Shiqo, unë në fakt, do mënë kom qëndrimin shumë qartë, si Zafir, gjithsesi, deri tash e kom bartë edhe në opinion edhe qëndrimin e nismës. Po vishti del kundra bura shiqare, kështu haptas. Tjetër unë ka pak. Jo, unë jem kundër qeverisjes me Albinin, po një gjonë ta kuptojmë, jem edhe kundër shkurjes në zgjedhje në këto rrethona që është Kosova. E gelon pak Sicilë dhe ti dire. Po tash... Edhe Albini zajt e zemalloj. Qëshdo që të kuptohet, po nuk është mirë me shku në zgjedhje. E mirë, Bacazov, se du mund gusë. Ti niku i ke thonë Albin Kurtit analfabet. I ke thonë mja dhonë një kallashit duket si aeroplan. I ke thonë Albin Kurti është e keqja e zeza e Kosovës. Me që t'njeri me një koaliciona? Jo, po unë qka fola deri tash. Po ti thonë me s'me qu venin zgjidhje. A ma mirë me qu venin zgjidhje, a me një koalicion me analfabet. Do të mu dakordue, do më partitë opozitare. Milon ndër skomcat, se thash politika me gjitha ta është kompromis, dhe partitë opozitare me thekë zveçon, nuk unë që nuk kanë provoj nga kalumja, sepse tashmo gjitha subjektet duke përfshije edhe këto që është në ikje nga qeveria, do më kanë bo koalicione në mezveti, pra nuk unë që po ndodhë era parë. Natyrisht për me arritën një marveshje, çdo njëni duhet nga vetë vetja ka po me lëshu pe, kjo është sikur ajo çështja e pleshnitarëve, kur e pleshnojnë një problem, një mos marveshje midis 2 palëve, dhe për mu dakordue, pe marrë këto më si je marrë ka pak me pleshnim të problemeve të lasheve, du të 2 palët me lëshu pe. Unë thash, përveç deklaratave gjithë subjekteve që janë domon për një koalicion të opozitës, domon pastaj ka pak kërkesa, ma tepër se që duhet me i pas. E cila do t'ishte zgjidhja më e mirë, Bacazov, si mas të jesh? Zgjidhja ime ajo që kom thonë vazhdimisht, domethënë në një koalicion i opozitës. E kryeministër kush? Tash varsisht që është dakordohen. E kryeparlamentar Limaj Selqena? Jo, unë nuk menoj që në këtë moment, domethënë ka dikush ambicje, domethënë për ndonjë pozicion, sa
shumë e rëndësishme është për një edhe për vendin që mos shkojë rënd por zgjedhje dhe ti jepet një qeveri e cila ndoshta nuk mund të jetë shumë jetë gjatë, po që mundet me bon kthesa të mëdha në këto rrethona gjeopolitike që po kalon Kosova, rajoni e Mëxher. Do deklaratat që i dha Fatmi Lima që i ka thonë, që ja kanë keqkuptuar, në fakt, se ka thonë edhe vetë, Bek Berisha tani ka dalë ju ka shoku gjë shumë. Ju ka ofenduar. Po nuk mirëm unë me deklarata emocionale, ata ka thonë zuzore, ka thonë, çka pa mendon? nuk janë as Ai ka politike. jenu Ramusha ju. Jo, unë nuk menoj, sepse ne thash pas zgjedhjeve kemi një qëndrim publik, cilin me gjos, nëse zgaboj unë e kumboj pari, pastaj edhe të tjerët, që nisma është e përcaktuar deri në këto momente kur po flasim, domethënë që të ketë qeverit të partive opozitare dhe natyrisht do të funksionojmë si një grup parlamentar bashkë me aleancët. Po që dallimet midis dy partive ekzistojnë, ajo është ditë për fillimin, sepse ne jemi dy subjekte dhe dy subjekte kemi marrë pjesë në zgjedhje. Nuk është që ne kur kemi bërë koalicion jemi shkrim në një subjekt. Për çdo deklarata çka mendon Bazazov? O ka një keq interpretim, domethënë i fjalorit të Fatmiri që zakonisht është ma tolerant se shumë politikon të tjerë dhe ma eloquent kështu në deklarata, për ndryshe ato që e ka thonë atë natë, domethënë e ka thonë edhe një vjetë edhe 2 vjetë ma herët. Domethënë kur është pyetje interesi nacional i Kosovës, duhet me lënë anash dallimet. A ka pas një takim ndërmjet Limajt edhe? Me vetëvendosi nuk ka pas takim. Nuk ka pas, sigur. O zyrtarisht. 100% aty. E s'na ka thënë çka bën ti nëse hin ata në koalicion. Unë metëm Zafiri që i kam qenë gjithmonë aty. Po do nisëm si e mo. Ja, unë s'po them që s'jem nisëm, sepse në fakt unë në nisëm jem për 2016-ës, edhe pse nisma është themelu ma herët, unë deri në 2016-ën kam qenë koalicion me nisëm si Bashkim Demokratik, subjekt lokal, në prizren që ku ma udheq për 6 vjetë. Për ndryshe, unë po menoj se nisma i ka, me gjitha ta një kryesi, i ka organet e veta, dhe në bazë të qëndrimeve që i kemi pas në takimin e fundit, domethënë unë qëndroj në ato qëndrime cilët tashmë jenë publike. Deri tash nuk kemi pas ndonjë ndryshim që unë me pas edhe ndonjë mendim tjetër. Bazazov, ju keni qenë, thashë edhe në prezentim, ushtore e ushtrisë ligjore të Kosovës, komandant nga una e vrinit tani nga Prizreni, edhe realisht, çka mendoni për çto ligj? Nështë ligji ka lënë hapësirë, nuk e përshtatën shumë luftës në Kosovë, është marrë me gjas modeli Kroacisë, për ndryshe lufta në Kosovë